Festa e Pashkve ishte e veçantë edhe në katedralen Nën Tereza në Vaudevës, ku dhjetra besimtarë të pranishëm ndoqën meshën e udhëhequr nga i peshqvi Simon Kulli. Kjo është një ngjarje e rëndësishme në jetën e besimtarëve, pasi përkujtojnë triumfin e jetës mbi vdekjen, ku Jezusi u ngjall të tretën ditë pasi u kryqëzua. Vëllezër dhe motra, sot në botë, edhe në mesin tonë, ndër ata të cilët quhen katolik, shpesh herë shohim sjellje apo një mënyrë jetese, sikur se Krishti të mos jetë kryqëzuar dhe ngjallur për ne. E harrojmë shpesh herë domethënien me jetu me Krishtin dhe jetojmë shpesh herë në kundërshtim me ata që ne besojmë. Harrojmë se ti jesh i Krishtit do të thotë të jetosh ashtu si i pëlqen Krishtit, jo larg mësimeve të Krishtit. Ma shumë na pëlqen ajo mënyrë e jetesës që na zhyt në errësirë dhe në mëkat. Shpesh herë dhe shumë herë besimtarët tanë gjejnë kohën se si me u zhyt ma shumë në errësirë dhe me jetu në mëkat. Në ditët tona, materializmi praktik dhe egoizmi kanë arritur kulmin. Bota e masmediave në i shfaq programet e veta vetëm për interesin materialist, për tregti, për show e shumë çana të tjera që i shohim çdo ditë. Çdo ditë na jepen programe si model jetësor me një nivel të ulët, të vrazhët, vulgar ose banal. Ja, kjo është gjendja e mentalitetit të sotëm, sepse dona me ba sikur se ban bota, me jetu sikur se jeton bota, pa vlera njerëzore, po thuajse tashma. Më pas besimtarët janë bashkuar festës në tryezat familjare dhe duke uruar njëri tjetrin.